Ndërsa nëse njonit don me ju shtu pasuria, nëse njonit don me ju shtu edhe jeta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kushtëzu, ndash mu të shtu jeta, mu të rrit ymërijet, ndash mu të shtu pasuria, edhe këto biliverene. Nëse njonin e ditët e sotme i ka punë si mirë, mendojmë inshallah që ai ka qenë bëmirë ndaj prindërve të tij. Ka qenë që është sjell mirë me prindërit e tij. E Allahu nuk ja hub, por ja kthen ato të mira. Tha pejgamberi në hadithin që vjen prej Anas ibn Malik, tha: "Men ahabba an yumadda lahu fi umrihi wa an yuzada lahu fi rizqihi falyabir walidayhi." Kush don, tha pejgamberi, kjo fjalë e pejgamberit, kush don ta me ju shtu pasuria, edhe kush don me ju shtu edhe jeta e tij, me ju zgjat jeta, tha, let sillet mirë me prindërit e tij. Ndërsa nëse e shihni një njeri që punon natë ditë, nuk s'nolet hiç, por s'ka kur gjën dorën e tij. Nuk i vjen kur gjën dorën e tij, është si shenjë se ai person nuk është sjellur mirë me prindërit e tij. Këtë hadith e ka transmetuar tash Imam Ahmedi dhe Sheikh Shoaibi, ka thënë është i vërtetë.